Shikues të Blu Televizion, si që shikoni edhe nga mjedisi që na rrethon, nga ky deklaracion ku zotron ngjyra e kuqe dhe ngjyra e verdhë e Evropës, kamera e Blu Televizion sot është zhvendosur, është instaluar në zyrën zgjedhore të kandidatit për deputet të Partisë Socialiste për Sarandën, Vasil Llaja. Doktor, është kënaqësi të jemi së bashku në këtë bisedë për kanalin tonë. Është një ekran i cili është prezent dhe i shikuar në të gjithë hapësirën e qarkut të Vlorës edhe për te i tij në Gjirokastër. Kështu që gjithçka që do të themi në këtë bisedë do të ketë një akses, mendoj, të gjerë tek një shikues mjaft i gjerë që jo vetëm simpatizojnë ju, por edhe televizionin tonë, besoj. Faleminderit që jeni në zyrën time, faleminderit që më ftuat ju që t'ju jap këtë intervistë dhe mbi të gjitha është një televizion kaq i dashur që jo vetëm në qarkun e Vlorës, por edhe në Gjirokastër që thatë ju, dhe unë kur bëj zapping në shtëpi, shpeshherë ndaloj te televizioni juaj dhe kjo tregon që sa mirë jeni rritur, sa cilësor jeni bërë dhe sa mirë më vjen mua për shtat të dal në një televizion kaq cilësor. Ju falenderojmë për komplimentat dhe do të ishte fare natyrshme që bisedën tonë ta nisim nga i momenti fillestar. Nga momenti kur ju i thatë po ofertës për të garuar në këtë garë zgjedhore për parlamentin e pas 11 janarit 2025, për Sarandën, për minoritetin, për Çamërinë, për qarkun e Vlorës në tërësi, pra cili ishte ai moment kur ju vendosët që krahas kontributit tuaj shumë të veçantë në fushën e mjekësisë, të keni edhe një mundësi, një hapësirë më shumë në politikë për t'i dhënë edhe asaj ritmin tuaj. Vendosja të kalosh në politikë, vendimarrja është shumë e vështirë, sepse ke një jetë të tërë që miresh me mjekësinë, ke një jetë të tërë që miresh me njerëzit, ke një jetë të tërë që bën një lloj aktiviteti diagnostikues në fushën e diagnozës ambulatore, private, dhe të kalosh në politikë duhet në një farë mënyrë të kapërcjesh tabute e asaj kuadratimit mjekësor që është formimi jot jetësor, është betimi Hipokratit që do të shërbesh të gjithë njerëzve që janë në nevojë apo njerëzve të cilët i ke përpara duarve të tu që shpeshherë ndan jetën apo vdekjen me sekonda. Vendimi për të kaluar në politikë nuk ishte i lehtë, më desh disa muaj ta mendoja, por nga momenti që e mora këtë vendim, kalimi im në politikë mendoj që është shumë i lehtë se kushdo tjetër që bën ka vendimarrjen dhe pastaj kalimin në politikë për të bërë atë gjithë procedurën apo gjithë konceptimin e fushatës për të si kandidat. Unë ndoshta e kisha të vështirë për të vendosur, e kam të lehtë për të kaluar në politikë, kam vështirësitë në krijimin e këtyre strukturave që duhet për fushatën elektorale, por e kam shumë të lehtë të ushtroj pozicionin e një politikani nesër për arsye se të qenit person publik gjatë viteve që unë kam ushtruar aktivitetin tim mjekësor dhe dëshira dhe dashuria që kam për njerëzit, për qytetin tim apo për zonën që ne jemi, dhe duke filluar që nga Vlora deri në bashkinë e Finiqit apo të Konispolit apo Delvinës e Meradh, Himars. Pra, kjo që unë të ushtroj një detyrë e cila ka lidhje me politikën, unë e kam shumë më të lehtë se kushdo tjetër që i hyj kësaj rrugës për të bërë një deputet, sepse ai vjen nga një fushë në të cilën i duhet të përballohet me njerëzit, në të cilën unë përballem me njerëzit e kam bërë në vitet në vazhdim, në gjithë ecurinë time mjekësore, dhe ka qenë një përballje që kam dhënë dashuri dhe kam marrë dashuri nga njerëzit. Nuk kam qenë i kuadratuar brenda disa profesioneve të cilat futjen politik ose i diferencon nga ajo që kanë qenë, ose i vështirëson për të kuptuar gjithë atë publicitetin apo përpjekje dhe përplasjet që ka, se ka dhe përplasje me njerëzit për ato që thua dhe ato që premton, në një kohë që kështu mjekësia dhe raporti me njerëzit për mua është i tillë që gjithë jetën në një farë për mënyrë neve në thonjza përplasemi me njerëzit, jo me njerëzit, por përplasemi me jetën e tyre, me vështirësitë, me aksidentet që ndodhin, dhe gjitha këto në një farë mënyrë mua më kanë kalitur për të qenë në parlament dhe për të përballuar pjesën e politikës ose të publikës më lehtë se kushdo tjetër. Për herë të parë mendoj është kjo e 2025-s është një garë reale zgjedhore, pasi
në shumicën e kandidaturave që i paraqiten zgjedhësit, ai ka mundësi që të bëhet ai vendimtar në emrin që do të shkojë në Parlamentin shqiptar. Në këtë kontekst, çfarë ju do të veçonit nga ato arsye që duhet votojnë pikërisht ju, gjë që s'ka dyshim se e keni ekspozuar edhe në takimet që vinë duke u intensifikuar tani në javën e fundit të zgjedhore, dhe në gjitha ato kontakte kjo fushat është komunikim, është raport me njerëzit, është emocion nga ana tjetër. Pra, çfarë ju thoni njerëzve dhe si është pritja që keni marrë prej tyre? Shumë e vërtet që është një fushat e vështirë, është një fushat që bëjmë, si me thënë, paksa luft me njëri tjetrin, përballje me njëri tjetrin, me kandidat të njëjtës forcë politike, dhe kjo përballje brenda llojit në një të e bën më të vështirë se sa të kesh përballë një kandidat e një partie tjetër në cilën secili do shpalos platformën dhe ti lëviz vetëm mbi këtë drejt dhe të jep avantazhin që të lëvizësh mbi platformën si ti dhe kundërshtari. Pra, vepro mbi platformën. Kandidatët në këtë lloj fushate që po bëhet tani, duke qenë kandidatët e njëjtës forcë politike, platforma është pothuajse e njëjtë, objektivat është pothuajse e njëjtë, ato që Partia Socialiste parashtron që duhet të vemi në Evropë, është si më thënë, brumi të gjithëve. Ne na duhet tani të shpalosim që me këtë brum, çfarë mund të bëjmë neve, kush mund të bëj diçka më të mirë apo diçka shumë më të mirë. Dhe kjo diferencë do të krijohet dhe krijohet nga bisedat që u bëjmë me njerëzit dhe nga ajo që unë çfarë kam bërë në jetën time. Kush është e veçanta ime që mund të ofroj unë dhe t'y bind njerëzit, pse unë jam më i mirë nga i kolegu që kam në krah. Pikërisht, cila është e veçanta? E veçanta është se unë e përsëris dhe thebe para jam një djalë ose i Sarandës, po jo vetëm. Se duke lindur rritur në Sarandë dhe duke qenë me prezencën e njerëzve të mi në këto fshatat e minoritetit, duke pas gjithë aktivitetit dhe duke jetuar deri në moshën 20 vjeçare në Sarandë, patjetër që kësa Mili, apo Butrinti, apo Vlora, apo Himara, Dërmiu, këto janë të gjitha, ka të dashura për mua se ne kemi shkelur pëllëm gjatë tyre viteve. Dashuria e parë ka qenë çamuria, apo jo? Ajo është në bas profesionit. Po them tani në fillim deri sa u bëm 20 vjeç, ai brillim këto, ca zbathur, ca me atletë, ca pa atletë, gjitha këto që kemi shkelur bashkë. Pra, kjo është e para që them që unë jam këtu, djali i Sarandës, pra unë jam i Sarandës dhe të vazhdoj të jem, dhe mbi të gjitha, dhe kur vajta në fakultet, unë nuk i huma lidhet me gjithë qarkun, me gjithë edhe me Sarandën kryesisht, për arsye se unë kisha prindërit e mi, kisha njerëz i vlla, motrat njërin tjetër, dhe gjitha këto mua krijonin atë ndjenjë që unë jam në Sarandë. Dhe ju e dini shumë mirë, ose ti e di personalisht shumë mirë që sa afekcion patologjik kemi në Sarandë për qytetin tonë, kështu që lidhja me qytetin asnjë nuk u shkëput. Pavarësisht nga kilometrat e distancës e fakultetit. Dhe ai viti që unë, si më thënë, krijova një hapësirë të distancuar nga qyteti, ishin 5 vitet e fakultetit mjekësisë. Dhe kështu që mbas mbarimit të fakultetit, unë direkt shkela përsëri në Sarandë. E diferenca tjetër që unë mund të ofroj me shumë të drejtë, mund të jenë dhe të tjerë si mua, por unë kam të drejtën time që të them që nga viti i parë fillore, dhe sa mbarova fakultetin e mjekësisë, ka qenë mesatari 10, kështu që mua më jep një të drejtë që të them që ashtu siç kam qenë i mirë në shkollë dhe në fakultet, po i mirë do të jem dhe në përballjen me qytetarët e mi, me premtimet që treguar edhe në biznes. Dhe këtu unë kam treguar edhe në këtë biznes mjekësor, në të cilën kjo do të jetë tesoria ime. Dhe këtë diferencë do të bëj njerëzit dhe duke qenë se unë e kam shkel vazhdimisht gjithë krahinën, gjithë qarkun, unë jam jo i njohur sot me problemet e këtyre problemet që ka çdo fshat, çdo zonë, çdo komunë apo qarku, se diferenca që mundohem të krijojmë me njëri tjetrin është që kush ka qenë prezent, çfarë thotë dhe si do të realizoj ato që premton gjithë secili. Premtimi im është ky dhe them që unë kam bërë, unë këtu kam qenë, unë kam bërë për qytetin tim dhe për gjithë qarkun. Se do thotë dikush, po ka një farë dinakrie këtu që ke bërë për qarkun sepse do të marrë të vota nga Vlora. Unë kam një bashkëpunim me një qendër diagnostikuese në Vlorë që është nga më të mëdhat, ja që jam prezent në Vlorë. Kam në Sarandë, kam Gjirokastër, do thuash që është jashtë, por ato njerëzit që unë kam krijuar lehtësira për ata që janë aty, a vjen e vinë, a ka njerëz. Nuk ta harrojnë.
a kam një qendër diagnostikuse në Livadija, një laborator, a u kam shërbyer njerëzve në këto fshatrat e Konispolit në Çambëri. Dhe tani po themi këtu që dashuria e parë vërtet mbas zonës së të cilën kam rritur dhe kam bërë, sepse nuk mund të mohojmë aty nga i kemi rënjit tona, por stetoskopin e parë unë e kam vënë në markat. Dhe kjo është që diferenca që them që unë kam dhënë dashuri për njerëzit dhe kam marrë prej tyre. Dhe si e tillë unë jam në ata, jam djali tyre, nuk vajte sot të kërkoj votën. Dhe kjo është diferenca me këdo që mund të vej dhe të premtoj dhe të thotë që unë do të jem njeriu juaj, por do të bëj këtë ose do të bëj atë. Dhe diferenca është që unë nuk jam njeriu i televizionit që do dalë, do vetë aty, do më shohin dhe gjithë secili ka drejtën vetë një herë, dy herë, por mund të ka dhe nga ata që nuk vënë më, edhe shikojnë televizor, ka dhe nga ata që duhet të bëjnë një karrierë politike të ngritur mbi prezencën në parlament, ose konkurrojnë për arsye të që të bëjnë atë ecurinë e tyre dhe kursin e tyre në jetë. Unë problemet e mia po e përsëris si mjekë dhe si biznes i kam të instaluara dhe të menaxhuara mirë, dhe sot jam në publik me sfidën e madhe që të përballem me problemet që kanë këta njerëz. Dhe fakti që unë pranova të mos jem në listat e mbyllura, po të jem në listat e hapura, është pikërisht kjo që karakteri im gjithmonë ka qenë i tillë që unë kam gjurmuar sfidën. Si shtoni ju gazetarët që ju gjurmoni faktin, se parimi ju e bazës të gjurmosh faktin. Lënda e para jo është. Fakti, por dhe për mua lënda e parë ka qenë sfida, dhe sfida në sferën e mjekësisë, të cilën unë e kam bërë fare mirë, duke bërë që mos ju bëhem edhe i loshëm qytetarëve të mi apo teleshikuesve, se e kam thënë disa herë që kam instaluar skanin e parë, kam bërë klinikën e parë diagnostikuse dhe me radhë, dhe kam gjithë ato biznese të cilat i menaxhoj në mënyrë shumë të mirë, sepse kam implantuar aty dhe teknologjinë e fjalës fundit, inteligjencën artificiale, pra kur unë kam bërë gjithë këto, kjo është ajo platforma mbi të cilët vete, kjo është ajo që themi ne biografia ose CV-ja jemi që themi ne kur të merrni dikën punëve, më bën një CV. Unë CV-n time kam kaq të pasur sa s'ka nevojë më të filloj të bëj artifica apo premtime që të plotësoj atë që më mungon. Unë tani tash më jam që të them qytetarëve që ju janë këtu me ju dhe për ju, dhe unë i di fare me këto problemet, se unë i kam shkelur këto vende. Në momentin që unë e kam shkelur markat, një natë i janjer, disa herë, edhe atë shalës e dishatin dhe vërën, apo komatin e grabën që e karoqin që saratin, deri në Leshnice, të sipër me të poshtme, në Vlorë, gjithandej në lumin e Vlorës, pra, a jam prezent në këtu, dhe a i di këto probleme, dhe unë nuk pres të hyj sot në politik, të marrë një blok, dhe të vedet ka një faktor vendas aty, apo të pushtetit lokale, të listojmë pak bashkë problemet që ka zona, mungesën e ujit, mungesën e tapive, mungesën e rrugës, mungesën e elektricitet. Jo, këto janë për mua që i kam përjetuar me këta njerëz, dhe pse jo mu them që edhe i kam vuajtur me këta, dhe në një farë mënyrë dhe për ato që nuk janë bërë, sepse kuptova që janë bërë shumë gjatë këtyre viteve dhe aq më shumë në vitet e Partisë Socialiste, por ka akoma shumë dhe unë si mjek që jam, në karakter kam atë që sukseset dakord i kemi të garantuar dhe ja ku janë, por ajo që na çon përpara nuk është gjithmonë të flasim për sukses, është ajo që të flasim ku janë defektet tona, ku janë mangësitë. Dhe këtu neve të mëshojmë më fort sipërmarrja juaj. Sipërmarrja, dhe kjo është sipërmarrja ime që thotë ju vi këtu që këto probleme që keni ju, siç kam zgjidhur problemet në biznese në mënyrë të tillë që kam fuzuar shkencën, teknikën, bashkëpunimin me njerëzit, sukseset e mia, gjithë këto dashurinë që kam nga personeli dhe sidomos nga mjekët të cilët janë aty me bashkë me mua për të bërë këtë ecuri fantastike të biznesit tim, jam dhe unë për ju këtu që këto gjëra që janë sot, që unë i di, ju garantoj që do t'i bëj, sepse prezenca ime në jetën publike është e tillë që më ka bërë që të krijoj bindjen te kushdo që unë hyra kësaj sfide jo për interes personal, hyra sfidës për të bërë diçka për njerëzit, për ata që i duan dhe më duan. Mund të duket pak ideale, por ja që ekziston sot dhe në këtë kohë një njeri që ka një farë idealizmi në vetvete. Pra, dhe përsëris, dhe po e them që pranimi në vetëm të jem në listat e hapura është sfida ime para njerëzve. Kuptohet pse pranova me PS-n. Është një forcë politike më e organizuar, më europiane, është një forcë e madhe që të jep vizion, të jep objektiv, të jep frymëzim, dhe mendova që në këtë kuadër, se unë nuk kam qenë as PD as PS. Unë si me thënë në një farë mënyre, jam i shoqërisë civile, jam një mjek që po integrohem në një forcë politike që quhet PS.
por integrojnë, por kuptohet që do t'i shërbej atyre objektivave, atyre parimeve dhe atyre normave që ka bën kjo parti për të sidomos për të integruar Shqipërinë në komunitetin evropian në këtë familje të madhe që avantazhet që ka kjo hyrje në komunitetin evropian dihet dhe nuk është në këtë moment nuk është ndoshta e tepër të rim të themi se sa avantazhe ka futja e Shqipërisë në komunitetin evropian. Ja ka të njohur dhe gjithë secili e ka provuar, qoftë me fëmijë që kanë emigracion, qoftë ata që duan të vendostudiojnë jashtë, qoftë për ata që duan të lëvizin lirshëm, apo sidomos turizmi që pret sa më shumë fluks nga të huaj që kur vinë në kufi dhe gjejnë një orar, gjejnë një radhë, ato ne rrezikohen të mos vinë viti tjetër. Po kur fite e hapura do t'i bëj që të marrë autobusin apo avionin do të vite te restoranti apo te plazhi i gjithë secilit që është në aty në prezent në këto vendet tona kaq të bukura që janë bekimizot në gjithë drejtëti. Pra, kjo është arsye që unë u integrova në linjën e Partisë Socialiste dhe po i mshoj fort kësaj objektivi. E megjithatë, doktor, ka një perceptim publik se politika dhe përridhoja dhe parlamenti që është produkt i politikës i tjetërson disi njerëzit. Si bindni ju, votuesit tuaj, që kostumi i deputetit nuk do të rrijë ngushtë, por do ta bëni atë sipas formatit tuaj? Më jep atë shansin apo më jep mundësinë që unë të ndjem me një xhaketë gjerë dhe jo një xhaketë të ngushtë në parlament, për arsye se e para nuk kam qenë militant i një partie, e cila të kem ta ka bërë karrierën time mbi bazën e militantizmit. Dhe në çdo moment dikush mund të kujtohet që shiko, ke bërë një karrierë në parti dhe partia ka ca rregulla, ka ca shkalla për të cilat i duhet të bindesh kësaj hierarkie. Kjo është njëra. E dyta, unë kam një pavarësi ekonomike të plot dhe në parlament unë nuk do të vete të shnoj sa herë do të das kartë dhe të llogaris me kartën çfarë rrugë do marr. Unë do të vete në parlament pikërisht për këtë, që çfarë kam bërë në mjeksi si të suksesshme ta bëj në jetën parlamentare po kaq të suksesshme dhe nuk do të ndaj janë faktorët do të jetë mjekësia apo do të jenë problemet e tjera që kanë qarku apo zona për të zgjidhur. Duke qenë se vetë mjekësia të jep një hapësirë të madhe, të jep një spektër mendimi më të hapur, atë open mind se sa të jesh mbi një pacient, unë kam atë vizionin tim dhe dëshirën time që problemet që unë i njoh të shtojnë në parlament sepse do kem kurajon ta bëj dhe këtu do bëj diferencën se kushdo që të drejtojë në pushtetin vendor apo në pushtetin qendror, e di që trokitja ime në ato dyert nuk do jetë gjithë tjetër veçse për interesin publik, për interesin e atij fshatit apo asaj komune apo njerëzve që ata që më duan dhe i dua. Kjo do të jetë deviza ime që unë jam që të trokas në dyert e çdo pushteti vendor apo qendror vetëm për njerëzit dhe për problemet që kanë ata që po apërsëris i di fare mirë se çdo fshat një nga një duke bërë kombinimin dhe atyre që bëjnë këta që futen për herë të parë ose ata që janë futur dhe nuk e kanë premtuar që të bëj dhe unë listimin sepse normal, por mbi të gjitha duke i përjetuar këto dhe në disa raste dhe duke shprehur dhe keqardhjen pse nuk janë bërë dhe disa herë duke thënë që shiko, më vjen edhe turp, realisht nuk janë bërë disa gjëra për të cilat duheshin bërë. Pra un kam një kurajë civile të flas më shumë se sa të tjerët jashtë kuadratimit politik të një partie, sepse mjekësia më jep të drejtë që unë të them nesër pas nesër që shiko, nëse nuk do bëhet kjo gjë, unë stetoskopin këtu në qafë kam do ta vazhdoj ta përdor. Megjithatë, ju për herë të parë jeni në një garë elektorale dhe përjetoni edhe emocion, po edhe ndoshta stres, pasi duhet arrini cep më cep të qarkut brenda një kohe të caktuar dhe të kontaktoni, të prezantoni veten. Çfarë keni mësuar në këtë gjithë televizje të këtyre javave nga ai që quhet mekanizmi i votës apo nga inxhinieria e votës? Çfarë ju ka mësuar kjo eksperiencë e re? E para që më ka mësuar që unë të shikoj njerëzit në sy, se kështu i kemi parë si mjek, po kësa radhë të shikoj si një politikan, dhe mbi të gjitha më ka mësuar që unë atyre njerëzve t'u rikthehem prapë, t'i shoh në sy dhe duan që nesër t'i rishoh prapë se atë më kanë kërkuar, që kanë ardhur, na kanë premtuar dhe nuk i kemi parë më. Unë them që unë kam ardhur këtu edhe si mjek, po vi tani si politikan apo si një kandidat, por dua që të bëj diferencën që të vi
direkt mbas zgjedhjeve të gjitha kjo zonë, siç e kanë mbredh tani brenda një muaji, mbrodhën brenda një muaji. Pse nuk është e vështirë që mbas zgjedhjeve ta mbredhim prapë dhe të ulemi përsëri me njerëzit për të marrë ndoshta me një përgjegjësi më të madhe, se tani s'ke përgjegjësi se të jep atë luksin e madh që duke qenë kandidat të thuash edhe 2 gënjeshtër ose 2 premtime të cilat edhe mundosin bash. Por unë e para punës tjetër gjë. Pikërisht, e para punës që unë nuk e bëj kurrë atë se s'kam nevojë ta bëj që të gënjej, e dyta unë jam lindur rritur me ata njerëz, kam shokë e miq të cilët janë një garanci që unë ato që them nuk dua të turproj ato njerëz, nuk dua të turproj familjen time, nuk dua të turproj nënën time dhe mbi të gjitha fëmijët e mi që janë këtu, që janë prezente në qytet her pas here, mos e thonë që edhe i babai juaj po si gjithë tjerët, tha iku dhe gënjeu, por ose atë veni vidi Vinci që tham atë, po jo, unë dua që erdha pas dhe fitova. Pra duhet ta bëj realitet që dhe fëmijët e mi të jenë krenar për atë që do bëj. Dhe këtë më mësoi kjo fushat që unë njerëzit i shikojnë sy përpara zgjedhjeve, përpara kandidimit, por edhe para zgjedhjeve dhe por t'i shikoj po pranë në sy edhe mbas ditës së zgjedhjeve, pas ditës së votimit. Sigurisht që gara zgjedhore ditë pas dite i afrohet fundit dhe ka plot simpatizant dhe dashamirës tuaj që mezi presin të shikojnë me fanelën e fituesit në finishin e kësaj gare. Cili do të ishte mesazhi juaj final për votuesit, për zgjedhësit e të gjithë qarkut të Vlorës? Mesazhi final do të ishte që juve, njerëz që ju kam dhënë dashuri, pres të marrë dashuri, ju kam dhënë vepra dhe do të bëj vepra. Jam sot me ju, por do të jem të nesër me ju. Jam provuar në bizneset e mia, kam dhënë sprova se si mund të ecë përpara. Dhe këtë provë, këtë përvojë dhe këtë sprovë, unë dua ta vë në shërbimin tuaj nesër. Prandaj them, unë jam me ju dhe për ju dhe votoni Vasil Llajo.